Hajtë bëmi të sinqert, ju që jeni intelektual. Shqipnia, cishte, kur e fitoj pavarësinë? Këtë kini me thonë, Shqipëria e fitoj pavarësinë në vitin 1912, duke ngrit flamurin e Ismail Qemalit në Lora. Po, ka kush kërkuan pavarësi në vitin 1912. Kuan pavarësi të pavarësohemi për asoj perandorijet soft në gordër të Anadollit me diktatet Rusisë, pas slaviste, Turqijës, perandorisë osmane. Ne, Shqipnia ka fitu pavarësinë prej 1917 kur ka largu perandorinë osmane. Pjesa tjetër, jo. Nëse Kosova ka fitu pavarësinë, nuk mund të themi se Kosova ka fitu pavarësi prej perandorisë osmane. Pavarësia e Kosovës ka ardhur si rezultat i shqiptarëve të devotshëm, që s'kan pas punë as me medrese, as me xhami, as me minare, po kanë pas punë vetëm me shqiptari dhe pavarësinë e kemi fitu duke shporë së mbijen prej, duke qenë shqiptar, jo si musliman.